Në kuadër të aktivitetit Dita e Vajzave, Shkolla Profesionale Teknike në Korçë mirëpriti nxënëse nga shkollat 9-vjeçare në një ditë të dedikuar fuqizimit të vajzave përmes kreativitetit dhe teknologjisë. Nën moton "Thyeni stereotipet, profesionet nuk kanë gjini", vajzat u angazhuan në një konkurs dizajni, ku krijuan mesazhe frymëzuese që nxisin barazinë gjinore dhe lirinë për të ndjekur çdo pasion pa kufizime shoqërore. Le të themi që jemi duke ndryshuar mentalitetin për aq kohë sa në një nga drejtimet e Shkollës Profesionale Teknike, siç është ai i ndërtimit, janë 6 vajza aktualisht që kanë zgjedhur këtë profesion. Numri total i vajzave në Shkollën Profesionale Teknike nuk është shumë i lartë, janë gjithsej 35 vajza, kryesisht përqendruara tek zgjedhja e drejtimit TIK, edhe pritshmëritë për vitet në vazhdim besoj që janë për drejtimin TIK, por jemi duke punuar me aktorë të ndryshëm për të ndryshuar këtë. Qëllimi i këtij aktiviteti ka qenë promovimi i shkollës sonë, afrimi i vajzave në drejtimet e shkollës sonë dhe sidomos ka qenë dhe ajo që ne duam që vajzat tona të thyejnë ato stereotipet e tyre. Mund të themi gjithmonë e përsëritim që profesionet nuk kanë gjini. Vajzat pjesëmarrëse ndanë emocionet e tyre pas përfundimit të konkursit, duke theksuar sa e rëndësishme ishte kjo eksperiencë për to. Për mua ishte eksperiencë e parueshme, ishte shumë bukur se kam provuar diçka të këtij më parë. Më pëlqen shumë grafik dizajni, kishte bashkëpunim, më pëlqej shumë si temë. Nuk ka rëndësi gjinia apo raca, profesioni ka lidhje me aftësinë dhe pasionin që ne kemi. Stereotipet besoj se janë diçka që duhet të ekzistojnë, pasi çdo njeri ka aftësitë e tyre edhe mund të arrijnë shumë gjëra të ndryshme. Çdo kush ka mundësinë sot të shkollohet, të marrë profesionin që do, por duhet jetë e rëndësishme që të mos jetë ndikuar nga rrethanat apo nga një person tjetër. Ky aktivitet shënoi një tjetër hap drejt fuqizimit të vajzave dhe ndërtimit të një të ardhmeje ku zgjedhjet profesionale nuk kanë kufizime gjinore.